Mirë se erdhët, jam tani me Liza Gjikën për parashikimin e yjeve. Është kjo sigla që nafton në një panoramë astrologjike për muajin shkurt. Mirë se erdhe dashur Liza. Mirë se ju gjeta. Ne si që jemi këtu për të bërë një bisedë të ngrohtë rreth 12 shenjave të zodiakut, si do qasen ata ndaj këtij muaji. Jemi rreth fundit të vitit astrologjik. Po, shumë e drejtë, rreth fundit jemi. Dhe themi që po lullëzojmë nga dal, se po vim nga 2 muaj shumë të vështira, do më thënë nga dhjetori dhe janari që ishin të fort, do të thuash që si jemi shkëputur akoma dhe vërtet ashtu është, por do e thoja diçka tjetër që kemi hënën të luanin, hëna e plot do më thënë, që zakonisht u futë dielën, dhe është e luani dhe do na jap pak kapriço, pak egoizëm, do t'jemi shumë të kujdesshëm, jo vetëm luani, por gjithë personat të çfarë do lloj shenje zodiakale që është, mund të ketë hënën të luani. Pra hënat e luani ndikojnë vetëm të luani, po dhe tek shenjat e tjera. Dhe të shenjat e tjera kush ka hënën të luani, më kupton? Siç kanë për shembull shenja shigjetari, horoskopi akrepi dhe hënën e kam të luani. Për shembull, te të gjitha këto ndikon. Se thotë që mua pse më ndikoj, unë nuk jam për shembull peshqit, nuk më ndikoj. Pra, çfarëdo lloj shenje që të jetë, çfarëdo lloj horoskopi ndryshe që ta ketë, hënën, po e pati të luani do ketë këto fenomene. Do i rrisi egoizmin, kapriçon dhe problematika në të folur. Do t'jenë shumë të kujdesshëm dhe shumë të matur. Hëna të luani i jep edhe problematika në gjak, zemrën shembull. A kupton, do t'jemi shumë prap të kujdesshëm dhe t'jemi gjithmonë në kontroll të mjekut. A kupton? Kjo është presione. Presione që të rrisin, a kupton? Kështu që mund ta kenë këtë, mund të jetë peshqit dhe mund të ketë hënën të luani, edhe ndihet turfulli, veç kësaj, hëna e plot, ndikon të gjitha shenjat. A kupton? Patjetër që do t'i marrim me radhë të gjitha shenjat. Po, thash si fenomen. Është muaji ujorit apo jo? Është muaji ujorit, jemi te ujori. Ujori siç e kemi cilësuar që është mençuria e zodiakut, por jo të gjithë. A kupton? Varet ajo. Çfarë maturie ka, ku i ka planetet njërën tjetrën. A kupton? Këto janë që luajnë rol të çdo individ, te harta e tyre personale. Atëherë futemi te dashi për ta mbledhur. Kemi dhe Posidonin, Neptunin, se thash në greqisht, atë Neptunin, që është në lëvizje dhe Neptuni është pak i vrullshëm dhe është metallaze. Tani për tani qëndron te dashi. I jep pak qartësira, i duhet pak kohë. Domethënë nga mezi i shkurtit do fillojnë të qartësohen disa gjëra. Të gjitha shenjat paqëm tepër të dashi që merr iniciativa të para të forta dhe bëhet gati për sprinde të menjëhershme. Duhet të jetë më i matur, më i kujdesur, më i kujdesshëm dhe të ketë kujdes dhe për negociatat që mund të bëj, mos të jetë i nxituar. Veç kësaj që hënën e kemi te luani që ndikon edhe te dashi sigurisht sepse është e zjarrit, por kemi edhe Neptunin që vjen me mjegullina të forta dhe i shikojmë gjërat jo të qarta, kështu që do të jetë shumë e kujdesshëm dashi për këtë periudhën e ujorit. Ky vit që nga shtatori filluan të ndryshojnë disa gjëra, nuk janë me atë hapjen edhe ritmin e parë. Përse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse jemi në kapitullin e fundit. Astrologjia vitin e ri e ka në 21 mars. Aty ku mbyllet një portë, hapet një portë. Kështu që nuk ka mbaruar viti për astrologjinë, kështu që janë disa gjëra që ekin të mbartura sigurisht që duhet të mbarojnë deri në mars. Por mund të merren zvarr se nuk prien me fik me njerë, mund të merren deri në qershor ku bëhet rregullatori i ekonomisë. Fillojmë me radhë. Patjetër, kush janë me dokumenta njërën tjetër në gjyqja, jo kjo, qershori përfundon pothuajse. Kalojmë tek shenja tjetër e zodiakut. Atëre, futemi te Demi. Demi ka pasur vështirësira të forta, të dukshme, të qarta dhe nervozitet, së drejta. Po vjen një periudhë që fillon edhe zbuten. Pavarësisht që janë të gjitha shenjat zodiakale, janë në mjegullinë nga që është lëvizja e Neptunit. Lëvizja e Neptunit vjen me tallaze. Dikë kap fort, siç vjen, domethënë, është mbretëria e ujrave, e deteve, oqeaneve. Siç vjen tallazi me furi, po ka dhe me qetësinë e tyre, por mjegulla është e dukshme. Dhe është me rrezik. Domethënë, nuk kemi shpëtuar nga vala e paqartë këtë periudhë.
Domethënë, siç është dhjetori, janari, edhe kjo pjesa e shkurtit, na kap në këto val. Kemi paqartësira dhe pasigurira. Të njëjtën gjë ka edhe demi këtë periudhë. Ana sentimentale do të jetë shumë e kujdesshëm, për arsye sepse hëna është tek Luani, ndoshta mund mos ta ndikojë, por diku e ka dhe ai diellin, meqense e ka vet diellin tek shenja e vet, po mund të ngrësh shumë lart egoizmin, shumë kapriçon, mosmarrveshjen. Është pak drastik në momentin, domethënë i thotë të prera disa gjëra. Pik, e kupton ngulgozht, do të jetë shumë i kujdesshëm dhe pak më tolerant. Kush e dëgjon ta ketë parasysh këto periudha. Sepse mund të ndikojë në marrëdhënie, po dhe mund të prishë marrëdhëniet dhe marrëdhëniet, ndoshta edhe disa marrëdhënie që mezi i ke ngritur dhe i ke prur bukur, mund t'i shkatërosh për një sekond. Futemi te binjakët ndodhen mirë, akoma të pas stabilizuar, e them këtë, sepse të gjitha shenjat janë akoma të pas stabilizuar. Gjejnë pozicionet e tyre për të mbështetur, edhe për të komunikuar e për të gjitha. Do kemi edhe pak probleme në komunikim me Mërkurin. Do të jemi prapë të kujdesshëm këtu në thënie. Mund të jetë një 3 ditorësh, domethënë, deri nga data 14-15, që mund të kemi një lëvizje të vogël të Mërkurit, e cila do na prishi komunikimin ose pajisjet, ose disa dokumenta, ose mund të na fshihen diçka, të jemi pak të kujdesshëm në këtë rretham. Domethënë, kush e dëgjon le të marr masat, dhe aq më tepër te binjakët, të cilët kërkojnë disa hyrje futke në punëra të ndryshme apo negociata ose bizetime ose me njerëz të ndryshëm, por edhe jashtë vendit. Domethënë, jemi në pozicione alert. Jemi kështu, siç është binjaku vetvetiu, alert. Por, disa do të ecin shumë bukur, disa dhe mund të ngecen, sepse kam pengje për të ndënjur atje ku janë. Më kupton? Iku. Këto ndryshime do të vinë më pas? Po, patjetër, jemi në valën e kësaj shtrëngese. Tani po japim valën e shtrëngesës. Dikush do ta gjej veten këtu, dikush mund mos ta gjej veten, se jo të gjithë i kap vala. Të kuptojeni. Ka ndonjë shenjë që nuk ndikohet fare nga hëna në Luan? Nuk e di. Këtë nuk e di, se nuk e di ku e ka hartën personale. Ndaj, ne kapim tërsim për të thënë. Kur është personale, pasaj ngacmon ndryshe, ose i thua ndryshe, ose trajton ndryshe. Kalojmë të shenja tjetër pasaj se Gaforia është, po? Gaforia ka pasur problematike shëndetin. Pakjartësinë në shëndet. Jo se ka pasur në një pikë të caktuar, po ka qenë e pakjartë në shëndet. Mendimi im është se ka pasur nga shëndeti, ka pasur nga mendimi, psikologjikisht. Sepse ka qenë gjëra të paqarta, pak e shpërndar. Edhe me punë ka qenë e angazhuar, që është e drejta, dhe nuk e ka dalë koha për të menduar. Por çuditërisht mendohet edhe për këtë gjë, nga që është frikacake e mbledhur ose meraklie për pasardhësit, për mbrapa shtëpisë, domethënë, sepse është një element që mund t'i mbrojë të gjitha këto. Kemi punëra shumë të mira për të, dhe ndryshimi i tyre fillon fort dhe fuqishëm në qershor. Në qershor, Gaforet pas kanë në qershor, sepse aty ndryshon dhe ekonomia. Çuditërisht jemi të prekur një çik nga ajo gjë dhe forca magnetike që na tërheq më tepër. Kështu që do të jemi shumë të kujdesshëm. Jo ata që kanë të tyre, aty ndryshon politika, aty ndryshon dhe ekonomia. Të presin dhe pak muaj Gaforet për të çelur atë. Jo se janë keq, por duan të vendosin disa pika mbi. Qartë. Dhe kalojmë tek Luani ku kemi Luanin, ku Luani qëndron vet, rritet egua, bëhet nervoz. Sa pengon egua Luanin për rritet më e madhe se ç'është Luani. Edhe kjo e pengon në shumë gjëra dhe në shumë aspekte, mund të mbasi dhe shumë raporte. Kemi dhe problemet mëdha, ngacmime dhe thashë theme, apo në grupe shoqërore ose brenda familjes. Këto e bëjnë Luanin pak nervoz, edhe ky nervozitet e bën Luanin që të paraqitet edhe te mjeku. Sepse ngrihen tensionet, e kupton? Është me val jo të mira. Hëna e plot e bën Luanin që të ndihet pompoz, i fort, i fuqishëm, dhe duhet të vendosin në të gjitha aspektet. Sa kohë qëndron në atë Luani? Po sa është 15 ditë, domethënë sa të kaloj. 15 ditë janë gjithë po, gjithë lëvizje, po për një ditë edhe ose për një orë, për një minutë. Të ndryshon tërësisht atmosferën dhe qasin me të tjerët. Jo, kjo është shumë gjatë, më kupton? Të ketë kujdes anën sentimentale, sepse hëna na ndrejton edhe anën sentimentale të gjithë ne. Ajo është pjesa më delikate. Ku drejtojmë ne, si kemi tensionet, si trajtojmë dhe si shtrojmë të gjëra. Luani tani është vetë vendose, vetë vullos në këtë drejtim, nuk merr parasysh domethënë thënjet, justifikimet apo të vërtetat apo çfarë do që të jenë. Nuk i quan. Kështu që Luani është pompoz. Këtë periudhë është egoist, kapriçoz, po dhe nervoz, të ketë kujdes. Futemi te Virgjeresha. Virgjereshën e kemi të shpërndar. Duhet të kapi disa pika, disa gjëra nga ofertat që kanë ardhur pak më parë. Kanë qenë të fjetura, të ndënjura,
tani ato janë më tepër të angazhuara. Dhe është gjithë një gati që ku duhet i rëmbej këto dhe çfarë duhet të bëj. Në mendjen e vet kanë ndryshime shumë të mëdha. Po mund të ketë ndryshime shtëpie, mund të ketë ndryshime vendi. Të gjitha këto janë në pjesë të organizimit të saj që po bëhet gati për të startuar. Dhe unë e shikoj Virgjëreshën, pavarësisht që si vjet mund të jetë viti Luanit, është e drejtë, po ne folëm për hënën që u futëm këtë periudhë, por e shikoj edhe Virgjëreshën me një hap shumë të guximshëm. Dhe e adhuroj, domethënë, për guximin dhe trimërinë e saj që mund të marrë kurajon dhe përtesun në të gjitha llojet e aspekteve që e rrethon atë. Okej, futemi tek... Mirë, Virgjëresha, peshorja. Po, futemi tek peshorja. Ndiko ka mirë hëna në Luan tek Virgjëresha. Te Virgjëresha, po, ndikon, janë shumë afër dhe ndikon. E bën këtë më pompoze, më të hedhur dhe për të rrëmbyer ato oferta që ka pas ose i ka lënë më njanë. Futemi te peshorja, e cila nuk gjen dot balancën në këtë moment. Zakonisht peshorja jep të keqen, pastaj jep të mirën. Por kemi edhe disa gjëra, mund të kenë humbur njerëz, miqësi, shoqëri brenda familjes, janë pak të hidhëruar, mos përjashtojmë edhe Virgjëreshën, mos të përjashtojmë edhe Demin në këto situata, humbje, o shoqëri, o miqësi, o brenda familjes. Kemi këto lloj divergjencash të tilla, ose humbje fare, më kupton? Dhe ndryshim strategjie. Dhe këtu jemi pikërisht te peshorja, që jep gjithmonë të keqen, e lëshon si lurën gabim, dhe pasaj kërkon të rregulloj, është tepër vonë. Do të jetë tepër e kujdesme, mos të jetë shumë avangard në këtë drejtim, ta masi mirë, ta përtypi mirë, se mund të prishë raportet brenda për brenda që janë çelës për të. Kështu që të ketë kujdes edhe aq më tepër që hëna është e plotë dhe është e Luani që i rrit akoma egoizmin dhe mban mërinë akoma dhe më gjatë, se natyra tyre është që nuk mban mëri, e mban edhe më gjatë, dhe kjo do të dëmtojë për të ardhmen. Ky egoizëm do të qëndroj edhe për gjatë vitit të radhës. Jo, nuk do të qëndroj për gjatë vitit, absolutisht. Duke qenë se e kemi thënë në përshkrimin që i bëm. Po tani mund të prishësh një raport edhe ti e mban gjatë për 15 ditë. Po kaloj 15 ditë apo 10 ditë apo 3 ditë. Është reflektuar diçka. E këtë zorshme që të kthesh mbrapa. Se peshorja si thash, i jep të keqen bashkë me akrepin, pastaj fillon edhe rregullon. Ktu e kemi lëshuar si lurën e keqe dhe nuk e kthejmë dot mbrapsh. Sepse ego është rritur, është angazhuar, është bërë më e madhe dhe jep gjithnjë të drejtë, edhe sikur gabim të jetë. Pranon të drejtën e saj dhe mori fund ka vënë pikë, mbaroi këtu. E kupton, është rritur egoizmi, nuk e kupton dot, domethënë dallimin nga gabimi apo nga e vërteta apo. Të komandon, si të thuash, nuk bën dot ndryshe. Kalojmë tek akrepi. Futemi te akrepi. Akrepin e shikojmë dominant, por nuk do jetë mirë nga gjendja shëndetësore. Duhet të ketë shumë probleme. Të gjitha mund të jenë vërtet shëndetësore, por mendoj që mund të jetë edhe psikologjike, ose pak frikacak. Domethënë, kjo periudha e dimrit e bëri akrepin pak më të fjetur, më të ndënjur dhe më të friksuar. Kupton? Nuk kam pasur intensiva gjëras, nuk kam pasur val, dhe shoqëria ka qenë pak më e kufizuar dhe akrepët duhet të jenë pak më të hapur, si natyrë janë të hapur, kur kjo val ka ndënjur e fjetur, e ka bërë akrepin të trembet dhe të tregoj domethënë diçka kam. Dhe të bredh mbas mjekve, mos harxhoni lekët, e keni këtu në mendje, s'keni asnjë gjë, bëni ndonjë pak sport, mos rrini gjithë ditën në divan, se këto janë shumë të rrezikshme për ju, dhe do kemi shumë kujdes nga vartësitë, të gjitha shenjat nga vartësitë. Është periudhë shumë e keqe, sepse ne jemi te ujori, mos harrojmë, hëna është te Luani, po jemi në periudhën e ujorit. Është muaji i ujorit. Që ujori ka shumë vartësira në pije. Prandaj të kemi shumë kujdes, sepse këto do të jenë shumë me rreziqe në të ardhmen. Do të thonë, varësia në pije, çdo lloj varësie. Çdo lloj varësie do të jenë shumë të kujdesshëm. Veçanërisht ujorët, të kuptohemi këtu. Kalojmë tek shenja tjetër që janë shigjetarët. Ta kalojmë te shigjetarët. Kam pasur pikpyetje në jetën e tyre në shumë aspekte. Duke mos futur moshën time, absolutisht, se jemi futur në një zonë të minuar dhe do të jemi gjithnjë në kontrollin e mjekut. Flas për të rinj, domethënë, që kanë probleme ose që kanë iniciativa ose që kanë mendime apo kanë dëshira, i kanë rrugët e hapura, ç'është e drejta. Kur e mendoj që këta të rinj kanë rrugat e hapura, edhe kanë mundësira për t'i kapur, ngazullohem dhe unë. Domethënë, harroj ç'a jam, dhe duhet të futem në turmën e tyre. Pra, keni mundësira shumë të mira për t'i kapur. Por disa nga këto mund t'jenë dhe fluska. Mund t'jenë pjesërisht, nuk mund t'jenë afalgjata, mund t'jenë fluska të vogla, sepse jemi mes një mjegulle, të gjithë shenjat janë mes një mjegulle. Nga që kemi Neptunin, që është e dashi, kuptoj që na prek edhe ne.
Edhe çdo gjë na duket e bukur, me iniciativë shumë të madhe, por do ngecemi. Kur hapet mjegulla, do shikojmë gjëra më të qartë edhe më pastër. Prandaj kujdes, e prisni kohën edhe pak, të kaloj kjo val, mos u entuziazmoni, se do gjeni pengesa përpara dhe do të jetë shumë e vështirë për t'u rikthyer. Iku. Atëherë futemi te Bricjapi. Te Bricjapit, po. Se e kalova një Po, shenjë. s'ka gjë. Të gjithë i harrojmë, duke folur harrojmë dhe shenjat. E pastaj na kritikojnë. Ka ndikim hëna në luan të Bricjapit? Po si s'ka, të gjithë. Hëna ka, gjithandej se dhe një nga Bricjapët mund ta ketë hënën te luani, ku e dim ne. E kupton? Edhe kështu që do të ketë ndikim shumë më të madh. Bricjapët vetë nga natyra janë social, po janë dhe kokfort. Edhe kjo ndikon akoma më keq. Kur e kemi hënën te luani tek një egoist, e kupton, te një kapriçoz, Bricjapi vetë nga natyra është kapriçoz. Domethënë e shumë fishon këtë ndjenjë, këtë ndjesi. Më kupton? Kemi problemet e tjera. Lëvizje vend banimi, lëvizje pune, lëvizje pozicionesh, do thot dikush, po kemi lëvizje edhe partnerësh, prandaj hapni syt se si mund të veproni. Jeni në një mjegullnaj të tmerrshme dhe keni shumë kujdes nga lëvizjet tuaja. E prisni këtë kohë deri nga 14-a, që vjen dhe Valentini, Shën Valentini, dhe pasaj shikoni lëvizjet tuaja se si mund t'i bëni. Mos u nxitoni nga këto, mos u entuziazmoni, mos merrni revoltat ndaja, dhe aq më tepër kur hëna është tek luani, që ka një kapriço shumë të madhe, e kupton dhe e shton akoma më tepër dozën këtu. Kështu që i prisni këto gjëra. Ndaloni, qetësoni, numëroni deri 10, mjafton 100, përpara se të merrni një vendim për të lëvizur. Atëherë jemi te ujori do të ketë shumë kujdes në vetveten e vet. Arsye, unë po jap pikat më të dobta, se kush do marr dokumenta, se kush do vej, se kush do ka shumë aspekte të bukura, s'është e drejta. Por jemi në një periudhë 15 ditore që nuk do jemi mirë, që të gjithë. Atëherë, te ujori shikojmë lëvizje shumë të mëdha dhe me hapa vigane. Lëvizje vendi, pozicioni, pune. Kupton, mund të kemi martesa shumë të reja, një lidhje shumë afatgjatë, tani jemi në një val që nuk kemi shumë mirë, por do qetësohen, dhe veç kësaj që kemi edhe luanin, hënën që është në shenjën e vetë, por të luani. Domethënë, ato mos marrëveshje, hopa, ndikojnë jashmase. Prandaj po them këtë që të kemi shumë kujdes në këto lëvizje. Mos prishim të marrëdhënie të ndërtuara prej shumë kohësh. Mund të jenë marrëdhënie, mund mos jetë marrëdhënie erotike, mund të jetë marrëdhënie në familje, raportet në to, po ju prishën është e vështirë që të ndreqen. Prandaj keni kujdes. Mund të humbisni edhe lek, baste njërën tjetrën, jemi në një mjegullnej të tmerrshme, nga që Neptuni është e dashi, edhe kjo jep iniciativa shumë të mëdha që ju të merrni guxime në të gjitha aspektet dhe ngacmon të gjitha shenjat. Keni kujdes në këtë veprim. Qartë. Iku, futemi te peshqit. Peshqit është shenja e fundit që merr nga pak nga të gjithë, si në ngjyra, si në mendime, si në ide të tëra dhe japim dëshira shumë të mëdha. Shikojmë një peshq që është më i qartësuar në këtë radhë. Mbreti Neptuni është drejtuesi i peshqve, është transformuar ose është transferuar, ka shkuar tek Gjitoni, te dashi, dhe ndihet më i lirshëm në veprimet e veta, dhe shikojmë që merr disa nga të gjitha këto, këtë periudhë është më mirë peshqit. Ndodhe shumë bukur se është më të qartë, domethënë mjegulltia, trazira, tallazet, ndihet në një pozicion shumë më të mirë në këtë periudhë. Dhe ka disa iniciativa shumë të reja, disa nisma shumë të reja, janë shumë kreativitet, ndikoj shumë në ata që merren me shkrime, ata që merren me piktura, artin në tepër. E kupton, dhe kemi gjëra shumë pozitive. Po dhe në raportet të ndrequra, kur i kemi pasur pak të shkatëruara ose të rëna për tokë, çuditërisht marrin një traj tjetër, marrin një formë tjetër, i shikojmë pak me një sy tjetër dhe fillojmë edhe kritikojmë veten çka gabimi që pas kam bërë. Pse që nga nxituar. Kështu që shikojmë peshqit që është më rregullator nga të gjitha shenjat që janë pak të trazuara. Të trazuara këtë periudhë. Kjo ishin të gjitha që i përmblodha për këtë periudhë nga lëvizja e Neptunit, që do na jap të gjithëve mjegullnaj dhe tallazet forta. Të shpresojmë që në javët në vazhdim do të jenë më të bukura, patjetër do të jenë, se s'mund të rri më të qeta, po. Të presim cila javë do t'i ndryshojë. Faleminderit Liza, të uroj ditë të bukur. Dhe unë falenderoj të gjithëve dhe kalofshi bukur. Faleminderit dhe juve për vëmendjen, kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.